Dhe pamdyshme edhe ne vetë intelektualët e kemi fajin këtë drejtim, padyshme do ta përmendë edhe këtë se për çështje caktore, për kauza caktore, për interes publik, për drejta kolektive, për shqiptarëve, por edhe për interes më të përditshëm, ne duhet ta ngrimë zërin më fuqishëm Florian. Ne duhet vetë kërkojmë, mos presim që dikush na i dhurojë diçka. Pushteti në fund fundit kërkush sa dhuron, pushteti fitohet, edhe intelektuali, njësoj blendi për intelektualin kjo. Ati takon kretë dijen, kapacitetin, bagazhin profesional, ta vejë edhe në shërbim të kauzave kombëtare, nacionale, kauzave të interesit publik, përgjithshëm. Por pse jo edhe në politikë, sepse edhe politika është një vlerë, një vlerë e shoqërisë, një vlerë në jetë. Prandaj nuk është gabim asesi, më mirë aty të kemi njerëz intelektual të mërfill, se sa edhe aty si politika si vlerë, në përfaqësojnë njerëz cilët nuk dinë, nuk kanë bagazh, nuk kanë aftësi dhe shpeshherë ato bëhen edhe instrumente për realizimin të interesave të tjerëve.